Më pas është kjo pjesa e magnetit dhe e stilon pastaj si të duash në modele të ndryshme ose nga një anë edhe unë mora disa shallra. Në fakt, me thënë të drejtën, të gjitha këto i kam të blera dhe kur pastaj thash pse nuk e reklamoj në formën që përveç se i bëj vetes nder që gjitha këto shami, ju bëj edhe juve nder që ndiheni në situata si puna ime. Dhe mora disa lloj ngjyrash, që është kjo ngjyra boqell dhe ngjyra, sepse unë nuk jam mirë me dallimin e ngjyrave, se di pse. Kjo lloj ngjyre është shumë e bukur dhe vjen në këtë formën siç e thash, me pjesën e kapuçit në fillim, se kështu e quaj unë për kollaj, kapuçit. Që është kjo pjesa këtu, vendoset në këtë formë edhe hidhet, është e ngjitur bashkë me shamin edhe pjesën e magnetit që është këtu, edhe që mund ta stilosh në forma të ndryshme që i përshtatet të secilës, domethënë. Kështu që unë më poshtë do vendos linkun, do vendos edhe një kod që kushdo që mund ta blej mund vendosë pikërisht kodin këtu poshtë dhe përfitoni me ulje. Firma quhet Nova Novus nga Nura Mira dhe më duket se ndodhet si bazë në Evropë, kështu që ndoshta atyre që jetojnë në Evropë mund t'i vi më shpejt se sa mua, por që unë jam shumë e kënaqur dhe do vazhdoj që të marr këto lloj shamish, sepse nuk e di, gjeta vetveten dhe sikur po më ndron mendjen që ta vendos tani. Inshallah, nuk e dihet, kështu që nëse keni pyetje, mund të më shkruani në mesazh apo në koment. Kështu që ka lloj ngjyrash të tjera si të doni. Unë do marr edhe ngjyrat që të zezë, sepse kam marrë vetëm këto 3 ngjyrat e hapura, bezha që shkon me çdo gjë. Kështu që nëse keni pyetje më thoni, do vendos linkun bashkë me kodin dhe uroj që t'ju pëlqej. Nga afër duket edhe më mirë. Kështu që kjo vjen shumë për përdita dhe tani inshallah nuk do kem më kritika për mënyrën se si e vendos shamin apo nëse më del në fije floku, sepse me këto nuk del absolutisht as edhe një gjë tjetër. A few moments later. Siç mund ta shikoni, është në këtë formë, thjesht e vendos, këtu pastaj kapet me